Në Akademinë Përkujtimore të organizuar me rastin e 45 vjetorit të demonstratave të vitit 1981, u vlerësua kontributi dhe u theksua rëndësia historike dhe politike e këtyre ngjarjeve për Kosovën, raporton Ekonomia Online. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti tha se para 45 viteve, populli i Kosovës ishte më i shtypëri dhe i marginalizuari. Prej vitesh dhe veçanërisht në periudhën e lirisë, çdo pranverë i kemi kujtuar demonstratët e marsit dhe të prillit vitit 1981 në Kosovë, si një ngjarje kapërcyese apo si një prag i mirë vendosur që rri poshtë një dere me peshë të rëndë, e cila e kishte mbyllur një epokë në njërin anë dhe e kishte hapur një epokë tjetër të re në anën tjetër. Si vjet në këtë përvjetor, kur u bën 45 vite nga demonstratët e 81-shit, jam shumë i gëzuar që ju shoh të gjithëve këtu së bashku për të ndarë kujtime dhe për të reflektuar mbi ngjarjet që i kanë prodhuar ato. Kryetarja e Kuvendit të Kosovës, Albolena Haxhiu, duke kujtuar demonstratët, nënvizoi edhe kontributin e të përfshirëve në demonstratat. Fund të viteve 70 dhe fillim të viteve 80, Kosova ishte vendi më i pazhvilluar në Jugosllavinë e atëhershme. Për vite me radhë, shqiptarët e Kosovës kishin jetuar në një sistem të theksuar të nënpërfaqësimit politik, diskriminimit ekonomik dhe kufizimit të drejtave kulturore. Papunësia ishte shumë fish më e lartë se sa në republika tjera. Zhvillimi ekonomik ishte i pabarabartë, ndërkaq përfaqësimi politik dhe qasja në vendimarrje ishte e kufizuar. Pas demonstratave të 11 dhe 26 marsit me 1 e 2 prill 1981 në Prishtinë, u organizuan demonstrata më e madhe politike nga rinia organizuar e asaj kohe, që ishte edhe fillimi i shkatrimit të Federatës Jugoslave.